Mirëmëngjesë të dashur binjak. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mbretëresha Rafael, e Rafaelve. Tani, kjo këtu të udhëzon, të këshillon, të shkon pak, hej, bëj atë çfarë ndjen, bëj atë çfarë dëshiron, çfarë do që të jetë, të dashur binjak. Ndiqe zëmrën dhe jo frikën, është duke të shkundur me një farë mënyre dhe kjo letër të kujton se ajo që ndjen në zemër ka më shumë peshë se ajo çfarë të thonë të tjerët. Çfarë mesazhesh apo çfarë mendimesh japin të tjerët. Nuk ka rëndësi fare. Ti e di vetë çfarë të bën ty mirë. Por duke qenë të jeni mësuar të vësh të tjerët përpara vetes ose të dyshosh në ndjesitë tua, nga që asnjëherë nuk i ke vënë në jetë ashtu siç duhet. Mos harroni që nuk kemi nevojë për leje, për të dashur, për të ndjerë, për të kujdesur. Ke nevojë për veten tënde, ashtu si e ndjen, ashtu të veprosh. Mund të jetë një dyshim për dikë ose për një vendim emocional. Mos pyet mendjen apo çfarë thon të tjerët, ndiqe zemrën time, zemrën tuaj. Mos injoro shenjat që ndjen në trup. Çdo sinjal që jep trupi, ai është i duhuri. Të jepi një sinjal të mirë, një ndjesi afër personit që duhet t'i besosh apo situatës t'i besosh, ajo është. Nëse të jep një ndjesi të kundërtën, ajo është, të dashur. Nuk ka tjetër. Pra, çfarëdo që bën, çfarëdo që të vendosësh, çfarëdo që je duke dëshiruar, besoj ndjenjës, duke mbrojtur veten ashtu, dhe jo çfarë thon të tjerët apo si është e duhura.